Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Erald Kapri është një nga dy personazhet të kandidatët që u zgjodh deputet i dal nga partia Mundësia në zgjedhjet e 11 majit. Ishte një rezultat surprizë, një parti e re, një parti e vogël, të merrte 2 mandate për në parlamentin e ri që do konstituohet në shtator, por pavarësisht kësaj vetë partia Mundësia ka pasur synime shumë herë më të mëdha. Mua personalisht më zgjon kreshërinë se si një personazh i njohur publik tashmë do kaloj në një anë tjetër, dikur gazetar, studius, tashmë do jetë pjesë e parlamentit, ndoshta, jo pse ndoshta, por edhe establishmentit politik të Shqipërisë. Dhe kjo të krijon atë që çfarë do arrijë Erald Kapri, sigurisht edhe partia që ai profesion Mundësia në parlament dhe në sesionin e ri parlamentar. Dhe a do ndikojë në ligje të ndryshme apo dhe në vendimarrje të parlamentit. Për këto dhe jo vetëm, unë kam ftuar sot Erald Kapri në emisionin Dekalog këtu në Drejtare TV. Erald, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ju. Në fakt kthehemi mbas shumë vitesh në emisionin tim. Më mirë kështu si deputet, pavarësisht se ti se ke marrë mandatin akoma, po je zgjedhur deputet, apo si gazetar dhe studius, si e ndjen vetë, do të thënë, kur flet publikisht? Po, për momentin nuk se shoh në ndryshim thelbësor. Po, kur të vesh atje në parlament, kur tulesh atje. Megjithëse mendoj që gazetaria, historia ka një lidhje të pashkëputur me politikën. Nëse thosh nuk bëndat pa njëra tjetër. Në politikë pastaj ke këtë përgjegjësinë tjetër. Pesha e fjalës është ndryshe, është më tepër kur je në opozitë. Kështu që mendoj që do t'i mbaj këto pritshmëri të një deputetit i cili mund t'i peshoj fjala sa duhet, as më tepër për të qenë një deputet i lirë, se për mua ka shumë rëndësi kjo. Do të pyes për këto, pas kemi shumë deklarata të forta po bëm, po e para njëherë unë të uroj për zgjedhjen, të kam uruar edhe kështu privatisht, po të uroj edhe publikisht. Bravo, shumë skeptik ka pasur, po ti ja dole, u zgjodhe deputet dhe kjo është Shumë fitore. baste, jo thjesht javë dhe basta. Po javë dhe baste, po ishte normale, flasim, do të thënë, e di çka ka menduar, po ti ishe ti kandidat te Partia Demokratike nuk bëheshe deputet. Kjo është sfidë më e madhe që ke bërë, por unë kam përshtypjen që po ti ishe atje, para njëherë kështë di se të cila listë do ishe njëherë. Do ishe në Korçë, do ishe në Tiranë, kjo nuk dihet. Do ishe në listë hapur, kjo nuk diskutohet. Dhe pastaj merrem më se ç'ndodhte në atë parti. Megjithatë ti kalove një sfidë dhe urime për këtë dhe bravo e madhe për gjithë atë që ke arritur. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Tani, vetë si ndihesh tani, arritët atë, ju kishit synime të mëdha, sepse edhe sondazhet, kryesisht barometri, sepse ai ishin nga sondazhet më serioz që ka pasur Shqipëria të paktën vitet e fundit. Që doli. Që Iran kok, jo doli, po Iran kok. Edhe ata kishin pak më shumë se sa 2 deputet, dhe përqindja, se kjo përkthet 3% sa është saktë ajo. Po ju vetë kishte pritshmëri realisht më shumë? Po, kishën pritshmëri, absolutisht. Kishën pritshmëri pak më të madhe. Megjithëse rezultatet që morëm në kushtet e këtyre zgjedhjeve dhe çfarë dolim pas në kutis, ne e shohim si një rezultat inkurajues në atë që ne shikojmë si një projekt politik afatgjatë. Kemi marrë 49.006 vota në total, me gjithë votën e diasporës. Është goxha Si 49.000, se kjo 43.070 është pa diasporën? është pa diasporë. Është pa diasporën. Do të në total e 49.000 6 vota. E 6 vota. Po ata të KQZ-s s'kam se ndajnë këtë tani, se kuptoj te tabela përfundimtare thotë atje, dyse E kam bërë 2 tabela, një për vendin, nëse nuk. Po jo, fakti nëse ja diaspora do kishte deputet e saj, unë e kuptoj, do të ishte një qark më vete. Okej, po e s'ka vlerë. E bën të ndarë, po s'ka rëndësi. Si total votash është rreth. Jo, 49.000 nuk është pak. Patjetër nuk është pak. Është dhe një votë që po të lexohet kuti për kuti, do të thotë mjaft domethënëse, ne kemi vota në çdo kuti pothuajse, në gjithë Shqipërinë. Një shpërndarje kombëtare, është një votë urbane përgjithsisht. Këtu në lagjen ku jeni dhe ju që keni zyrat, Komunën e Parisit, ne jemi mbi 10% votave. Sa? Mbi 10% votave. Në Bashkinë e Tiranës, si bashki, ne jemi afërsisht 8% votave. Pra ne kemi marrë mbi 20.000 vota. Ç'a ndodhi Erald? Unë vetë nuk e kam kuptuar dhe nuk e vetë ta them këtë, bile kam thënë dhe nuk e kisha këtë pritshmëri. Pse? Sepse jo, më fal, parti e re, parti e shkputur nga PD-ja. Parti që
për të vërtetës Agroshe dhe ju ishit figura, të tjerë nuk është se ka në një personazh aty spikat. Për shembull, nuk është se të kishit 10-20 figura që me të vërtetë. Dhe koha e shkurtër e përgatitjes, ë? Dhe koha e shkurtër. Ne në datën 1 qershor kemi një vjetorin e mbledhjes së parë, themelit. Pra, një vit tani keni arritur këtë. Praktikisht jo, po u zyrtarizuam diku nga tetori, se donë atë procedura, kështu që 6 muaj parti ishim. Në zyrtari 6 muaj. 6 muaj në tetor u zyrtarizuam. 6 muaj parti dhe të marrësh 2 deputet, me thënë drejtën. Dëgjoj, e di që shumë madje edhe na kanë sulmuar për të gjë, kemi qenë ndërmjet të sulmuar në fushat që nuk do nxjerrin as si deputet, është jo thjesht një projekt i maxhorancës për të përçarë opozitën, e ku diun se çfarë. Dhe po themi kjo diskutimi publik në tërësi. Por ne kishim besim të thellë të gjë. Flistim, bëm një fushat model, ndryshe, me një qartësi dhe ideologjike, edhe me synimin tonë, duke folur njerëzve ndryshe, dhe morëm një vot vërtet shpesdhënëse. Një vot kryesisht urbane, në çdo qytet. Pse e thekson këtë urbane? Po pse po t'ishe rurale? Po nga vjen ndryshimi, Lande. Ndryshimi vjen nga qyteti. Pra ne kemi marrë votën që është jo, e ka fjalën që zona rurale ka filluar të kurret, nuk është se ka. Kurret, po e dim që është një votë e ndikuar për shkak të interesave të vogla. Fshati gjithmonë ka votuar për pushtetin, apo jo? 91-shin ku i fitoi PD-ja deputetët? Gjitha në qytet. Sigurisht. 92-shin bëri ndryshimin e madh. Pra, ndryshimi vjen nga qyteti. Aty bëhet jeta politike. Ndaj themi ne që është një votë inkurajuese për të ardhmen, edhe në atë çfarë synojmë për të. Po të bëj pyetje të drejtë për drejtë. Pse fituat? Se kjo është fitore e madhe, nuk është se morë 2 deputet. Pse fituat? Se nëse ne analizojmë thellë, pastaj është, do të thënë çfarë mund të bëni ju që pse fituat? Fituan besimin e njerëzve, Landi. Po pse? Ç'a bët ju që i bët njerëzve për votuar? Me integritet, folëm njerëzve për një vizion ndryshe nga ai që kanë parë të 3 dhe 4 vjet. Gjithë të tjerë çfarë thoshin të fushat? Thoshin që po të marrim qeverinë, do bëjmë këtë, ne thashëm të kundërtën. Qeveria është problemi. Ne do heqim dorë nga ky model. Shqipëria është e korruptuar, e varfër dhe nga vendet me korrupsionin më të madh në Evropë, pikërisht se qeveria vendos se kush pasurohet e kush jo. Kush do të punojë e kush jo. Qeveria vendos gjithçka këtu. Ne thoshim që jo, është e kundërta. Nëse ne duhet Ti duhet të thënë që ju besuan pikërisht për këtë? Po patjetër. Edhe integriteti jon, mënyra jon e punës, qartësia jon, të gjitha bashkë është një kombinim, politika është një kombinim faktorësh dhe. A keni një bastion tuaj tani? Tirana. Tirana mund ta konsideroj 10%. Në lagjet veçanta, siç përmendam këtu ku jemi, por ne jemi 21.000 vota vetëm në Bashkinë e Tiranës. Pra ne kemi marrë më pak se 4.000 vota në Kamës, Vorë, Rogozhin, Kavaj. Në zonat sa më larg kemi marrë shumë pak. Tani, në momentin i parë kështu kur e kuptove që fitove. Po. Çfarë të erdhi në mend? Çfarë thënë ato momente? Po pritshmëria, domethënë ne në Tiranë kishim pritshmëri për 3. Donim shumë që të ishte edhe Barbara në grupin. Barbara, kush është Barbara? Barbara Doda. Ja, për shembull, po themi një kështu që jeni 2 figura, Grosha dhe ti. Dhe Barbara Doda, për shembull, unë e dëgjoj për herë të parë. Domethënë Barbara do të ishte më vjen keq për të, po Barbara është një figurë shumë e njohur. Është një fenomen edhe në rrjetet sociale, shumë e dashur. Jo, mund të jetë shumë e njohur edhe në debatet publike. Nuk është e njohur, kur nuk është e njohur shumë flasur publikisht. Një vajzë talentuar, arkitekte. Nuk i vën dyshim këto, se ju kur zgjidhni nuk do zgjidhni një që s'ka vlerë. Dhe për të që synonit të merrte mandat. Po prandaj po them, se e nis edhe duke thënë që se na kanë thënë shpesh si fraksioni PD-s, për kundër. Jo, sa thashun këtë. Jo, në sensin që jeni shkëputur nga PD-ja. Jo, do ta bëj pyetjen vetëm, jo, po prit, s'ka marrë aty unë. Atë ajo është fjala jote, s'është fjala ime, jo. Dakor. Pra, unë po them që ne jo thjesht kemi bërë surprizën në këto zgjedhje dhe e thoshim që ne do bëjmë një surprizë, por projekti jon politik është një projekt politik serioz, jo vetëm për nga rezultati e votës, por edhe nga e qasjes. Një falenderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij.
Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin MoneyGram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Edila Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Edila Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me MoneyGram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra MoneyGram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë MoneyGram Akinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Tani, ti thej që kemi një projekt të ti afatgjat. Tani, çfarë do me thënë kjo? Se projekt afatgjat, deri më sot, ti në qoftë se do shkruaj, se do futesh vetë atje në parlament e di unë, do fillojsh pastaj do kështu disa projekte do ideosh në kokë për parlamentin, për partitë e tjera. Deri më sot, ajo që bëri këmbën e tretë të periudhës ishte LSI-ja. Pak po themi Partia e Lirisë, por LSI-ja. Dhe nuk e ka thyer kush. Në kushte të tjera ka qenë Partia Socialdemokrate, zoti Gjinushi, apo do thënë Partia Republikane. Tani, çfarë synoni ju në raport me këtë histori? Të gjitha këto që përmende kanë qenë shtojca pushteti. Pra ne dim që Ilir Meta nga një ish kryeministër i pushtetshëm, u shkëput, mori një rezultat, hyri në parlament, kur ishte në opozit merrte më pak, kur ishte në pushtet merrte deri në 19. Mirë, bëri sfidë fort dhe flasim 2004, ne kemi qenë asnjë ditë në pushtet. 2004-2007. Jo, 2004-2007 s'ka qenë ai. Ishte më ishte kryeminist 2 vite më përpara, ishte njëri që ka ndarë interesat jashtëzakonshme tani, nuk ishte pa gjë Ilir Meta. Ne s'kemi bërë ditë pushtet. Kur ishte kur drejtoi partinë, kur themeloi partinë, ishte asnjë në opozit. Po 2 vjet përpara ishte kryeministër. Po. Në 2001-shin, ne dim se çfarë interesa ndan kryeministri në këtë vend. Po është një lloj themi tani Agroshi ka qenë deputet. Po deputet në opozit, që ndryshon më landi, fjallën ke? Mirë, ai nuk ishe një deputet i thjeshtë. Ne s'kemi qenë asë ditë në pushtet, e thoshim dhe në zgjedhje, ndryshe nga të tjerët, që ne, sado që të marrim dorim prap në opozit, nuk bëmi shtojtës dhe paterit se askujt. Prandaj them që kemi një projekt politik afatgjat. Ne do qëndrojmë në opozit, do shpajlosim... Mund ta shpjegosh këtë projekti politik afatgjat si? Më me detale. Do rritemi, do zgjerohemi, do hapemi, ndaj elementeve të rinj të shoqërisë dhe do përgatitemi për zgjedhjet lokale të ardhshme. Pra, por pas se këtë do thoshë, të mbarojë zgjedhjet, fillojnë zgjedhjet e tjera. Dhe ne kemi nisur nga puna direkt. A do si Partia Socialiste, këtu po e kopjojnë Partinë Socialiste këtu. Ka një metodik pune. Ne jemi parti perëndimore. Kur thua ti për rezultatin nuk është rastësishëm. Kemi punuar landi dhe punojmë në mënyrë moderne. Tani, si u përgjigjeni atyre që në këtë rezultat dhe për partinë tuaj ndikoi dhe fakti që Agron Shehaj nuk është thjesht një njerëz që themeloi një parti, por është një biznesmen i pasur, do të një biznesmen i nivelit lartë, i pasur, një njerëz i pasur, jo, një njerëz i pasur, jo biznesmen i pasur, një njerëz i pasur dhe një biznesmen i suksesshëm në Shqipëri po dhe në Itali. Dhe kjo e ka ndihmuar ata të arrijë këto rezultate. Patjetër, po shumë e lidhen te pjesa financiare. S'ka të bëj fare, po të shikosh fushatën tonë, ti je i bindur që edhe mes partive të reja, nuk se kemi bërë atë shpenzim që mund ta imagjinojnë tjetër luks, jo përkundër, kemi bërë një fushatë deri ku normale, me mungesa deri me njerëzore. Normale nuk ka qenë, ëh? Normale më ka qenë Molandi një maksimumi 2 aktivitete në ditë, bënim një në ditë. Gjithë angazhoheshin të bënim një parti që s'kishin fare mundësi. Po, unë s'po them të gjë, po kështu të tjera që kishin edhe goxha mundësi. Jo, me Partinë Socialiste sigurisht që s'krahasoni dot. Ajo që na ndryshonte nga të tjerët ishte pikërisht këtë transparenca e madhe. Ne theshim që kryetari i partisë që ka 2 të ardhurë në vetë ka vendosur të investojë në politikë dhe të mos marrim asnjë kontribut tjetër, pikërisht për të ruajtur lirinë dhe pavarësinë tonë, sepse ne konsiderojmë shumë të rëndësishëm financimin, sepse ajo që ta jep fsheta sot, ti e di, të treq hundën nesër. Prandaj po themi jemi të lirë. Ajo nuk është afatgjat. Dhe ne kemi folur pikërisht për këtë gjë. Financimin e partive ne kemi bërë kaos themelore në fushat. Ju i keni publike financimet e aktivitetet të gjitha? Po gjithë do shikosh A mund të jepni një faturë sa ka shkuar fushata ju? Nuk di ta them tani me detaj këtë gjë, di që po përgatitet ai raporti. Dhe do bëjmë publike. Po bëjmë publike si nxjerrte edhe KQZ-ja. Por ti fare mirë mund të shikosh këtë gjë. Të gjithë rakordimin e aktiviteteve me shpenzimet tona që janë reale.
Po të shikosh të PD-s e të PS-s për shembull, veçanërisht të PS-s. Është gati 30 apo 20 herë më e ulët, domethënë, me shpenzimet reale që bën. Jo, dakord se ty besoj të kujtohet miliarderi Ross Perot që kandidoi për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nuk fitoi. Bile në raundin e dytë mos gaboj u tërhoq pikërisht se kuptonte që ishte futur një garë që nuk fitoi dhe nuk është gjithçka paraja. Por për atë që ti kupton dhe mendon, ku e pati suksesin kryetari yt, sepse aty fillon drejtimi tani. Është normale që nuk mund të themi tek besueshmëria dhe integriteti i tij. Është i vetmi që ti nuk mund ta cënoje dot, në kuptimin pavarësisht akuzave të shumta, askush nuk e besonte akuzat ndaj tij. Agroni është një djalë i bërë vet, ja ka dalë vet, ka bërë një perandëri në biznes, por ka bërë me forcat e veta, vetëm në sa të një ideje, pa kur lidhje me shtetin apo me në individ tjetër. Dhe ky model sigurisht është vlerësuar nga njerëzit. Dhe ne për të flisim. Baza jonë e votuesve themelor është biznesi. Sepse biznesi e di shumë mirë se do të thotë të punosh fort, edhe ta kesh shtetin në krah dhe jo në kurriz. Se ne këto thoshim. Kemi nevojë për një model ku shtetin ta kesh në krah, jo në kurriz. Dhe mbështetja ishte kryesisht nga ata. Okej, po si do të arrini këtë? Ju dy vota keni në parlament. Për shembull, ju nuk keni grup parlamentar, ju nuk jeni në maggjorancë, jeni në opozitë. Si? Po Aram dakord që është një nisje shumë e mirë. Tani, pritshmëria ishte këta janë 0. Nuk ishim 0, dolëm 2. Për çfarë vlen kjo? Po sa nisëm. Jo, çfarë vlen këtë sesion, 4 vjet. Çfarë do bëni ju? Ma ruaj datën fikse në zgjedhjet lokale kur të vim, e do flasim sërish. Për të shikosh rezultatet. Patjetër jemi mirë pritur. Ne është një piknisje shumë e mirë, do rritemi. Sot kemi 2, nëse do kemi shumë, të jesh i bindur për të gjë. Zgjedhjet lokale çfarë synoni apo akoma s'keni arritur të synoni? Po synimi i parë është shtrira në gjithë Shqipërinë përmes këshillave lokale. Pastaj për pjesën e kandidatëve, pastaj ngelet pjesë si do argënohet e gjithë opozita. Keni kandidatët tuaj? Po ngelet pjesë për të diskutuar, është ende herët. Jo, synoni që vjen një bashki të caktuar që ju të garoni fort? Në shumë bashki, ne kemi kandidat shumë të mirë, që kanë marrë rezultate shumë të mirë në si kandidat deputet, ata mund të jenë kandidat për kryetar bashkie. Patjetër. Kështu që ngjelet pjesë. Ku konkretisht përveç Tiranës? Se Tirana është ka tjetër specifik. Ku konkretisht për shembull? Ngjelet për të parë, po. Jo, cila është bashkia ose qarku që ju keni? Për shembull Frida Mavriqi në Fier ka marrë një rezultat shumë të mirë. Ajo mund të jetë kandidate finalisht? Po pse jo? Klodian Xhyheri në Vlorë pash. Brenda në Vlorë në qytet janë marrë mbi 4000 vota në bashkinë e Vlorës. Pra kjo është një indicie që pse mund të shikohet për të ardhmen për një investim tjetër politik. Erald, vinte pjesa që është më delikate. Të dy ju, deputetët sot, jeni shkëputur nga Partia Demokratike. Madje zoti Sheh ishte deputet i Partisë Demokratike. Tani kjo ju sikletos, ju vën siklet. Pse? Po fare. Jeni shkëputur nga PD tani aty. Jemi shkëputur nga PD-ja, po ajo është nëna e më thuaj kur u morëm ditë me PD-n. Asnjëri Marius, si ti ke qenë zyrë shtypit, ai ka qenë deputet. Jo në të sens, po patjetër edhe ne ndjehemi krenar për çka kemi dhënë në PD. E kisha tjetër gjë. Kur u shkëputëm nga PD-ja. Po? Siç e the. Po? Ai sulmuam në ditë PD-n. Ju mos marr PD me ju. Apo mirë, PD-la të merret me ne, dhe ne jemi përgjigjur patjetër. Dhe hodhi akuzat të rënda, madje zoti Berisha ka marr database-in. Edhe ne thamë që ta kemi dhënë ne se s'kishe fare. S'kishe fare? Po s'kishe. Tani të bëj pyetje kështu edhe profesionale dhe miqësore. Ore, si ke punuar për Luzin Bashën ti? Më shpjegojnë çik mua një. Se ti ke qenë gazetar, një sekond, ti ke qenë gazetar, i spikat në disa gazeta, fjala vjen te gazeta Panorama, se unë kam drejtuar atë gazetë. Edhe di se si funksionon serioziteti, puna, po edhe ajo që ti ke dhënë si gazetar flas. Si ke punuar zyrën e shtypit me Luzin Bashën ti? Po kam punuar shumë njerëz, mo. Ore ti, ale një sekond tani se ti ke një status tjetër tani. Si ke punuar? Sa arrit ta kuptoj? Po jam krenar për çka kam dhënë atje, nuk është se ndjej në një. Ore ti je krenar për punën tënde, po them si ke punuar me atë njerëz, po them ore. Kontakti atëherë me Bashën do të thuash si nisi pikërisht nga leximi i shkrimeve te gazeta Panorama, që e përmende. U interesua për mua, pata një kontakt dhe unë pasaj më vonë një bashkova ekipit ti. Okej, si punove ti me atë? Se natyra jote e skrupuloze, e thelluar etj. Tani Basha. Po ishim ekip atje, nuk është se isha vetëm unë. Ishën disa njerëz që punonin, secili kishte një detyrë të ndarë, dhe unë dashni kontribut. Ti çfarë merresh konkretisht? Për disa me organizimin e konferencave të shtypit, me kontaktin me mediat, me organizimin e eventeve. Ishte një punë ekip.
Kështu që. Dhe ndarja pasaj nga Partia Demokratike kishte një arsye madhore mbi çdo gjë që quhet interes politik personal? Nuk ishte personal, sepse ne kur morëm mendimin që duhet shkëputeshim, pra duhet fillonim një projekt të ri politik, askush nuk mund mendonte se çfarë rezultate ne do kishim të ardhur. Ishte parimore. Mbazeve lokale të vitit 2023, u pa pak a shumë që po doja nuk dhe ato të pjesshmet, se ishin ato të pjesshmet që ishin jo të pjesshmet që u bën në mars të 2022-shit, jo. Edhe ato ishin. Jo, aty ishte betejë kush ishte realisht opozita. Po i humbja flas ishte. Po u fitua Shkodra, mos haro. U fitua Shkodra atëherë. Jo, pritshmëritë ishte që do fitojmë shumë. Zgjedhjet e pjesshme asnjë nuk i fiton opozita në këtë vend. Madje fitoi Bashkinë e Shkodrës me Bars Pajin atëherë dhe ishte një lloj indice për të thënë që po ka një lloj shpresë për rinovim. Kjo është dëshira për të bërë pra një rrithim e lim të Partisë Demokratike, që nuk po ndodhte dhe në këto kushte, duke parë dhe rezultatin dhe si thosh në farë mënyrë edhe arrogancën për të mos ndryshuar brenda opozitës, menduam që është më mirë që të nisim një projekt të ri politik, krejt ndryshe dhe ndryshe nga të tjerët. Pra, sepse na krahasonin edhe me ish partitë të tjera të cilat kishin dalë nga PD-ja, po që ato më shumë e kishin si një mision për të sulmuar PD-n. Ne sulmuam kurrë me PD-n. Ne shpalosim një vizion tonin. Madje edhe akuza shumicën e kohës si neglizhonim, ne nuk tentuam as ta përçajmë PD-n në Holandi. Unë mund të them që ka pasur një numër të madh deputetësh, ish deputetë që kanë dashur të vinë tek ne, dhe ne kemi qenë të rezervuar dhe nuk i kemi pranuar. A mund të thosh emër? Ja, nuk dua të them emra, sepse kur tjetër ka ardhur në konfidencë, thotë dua të vi dhe kemi marrë vendimin për jo, s'mund t'ia them emrin, po kanë qenë disa deputet që janë në grupin parlamentar sot. Po, edhe më përpara, në grupin e mëparshëm. Dhe kërkuan të ishit e vetë dhe ju nuk i pranuan. Nuk i pranuam. Për shkak të këtij qëndrimi. E lloj stigme, nuk donim ta ushqenim këtë gjë që shehaj dhe mundësia është një projekt për shkatruar PD-n. Jo. Fare. Ne kishim një vizion tonin. Kush e vendosi emrin mundësia? Po ka qenë ka një sebeb, po themi në një histori, në një e ka shpjeguar dhe Agroni, megjithëse pasi që punë ekip diskutim, sepse e kemi pjesë të punës tonë që vendimet i marrin në një grup brainstorming me njëri tjetrin. Po pak a shumë ka qenë kjo që në një restorant bisedon Agroni me një kamarier, i cili thoshte unë do iki nga Shqipëria. Dhe Agroni thot pse? Ai thot këtu s'ka mundësi. Na duhet mundësi. Unë kërkoj vetëm mundësit. Do të pas ka dhënë kamarieri emrin e po thelbi kjo është. Ne kemi folur për të gjështje. Domethënë mundësia, domethënë njerëzit sepse po shikosh shqiptarët që çajin jashtë. Ke vënë sa çajin jashtë shqiptarët? Gjen shembull të jashtëzakonshëm. Çajin jashtë, ja e fundit iglitaret i drejtorit Milanit, që mbyll sytë të thuash para jo shumë 10 vjetësh, drejtori Milanit një shqiptar. Shqiptar i lindur rritur në Tiranë, nga Vlora, nga Nivica, se unë jam këtu në Tiranë, jo shumë mirë se jam rritur me vllajën e. Këtu në Shqipëri iglitarin me siguri as shef sektori diku nuk e bënin. Apo Mira Muratin, çfarë tha? Jo, prit këtu, më foli çik për iglitarin, kurse e the bukur këtë. Domethënë iglitaret çdo ishte këtu edhe gjë? As shef sektori s'do e bënin. Në FSHF. Po edhe në ministrim, ku do ta se është një shef sektori për sportin, ë? Në Ministrinë e Sportit dhe Kulturës. S'do e bënin. S'do e bënin më. Iglitare. Se Igli ka qenë dhe futbollist, do i thoshin s'ke arsimim për shembull. A e kupton? Kjo është. Edhe ka ndodhur me shumë figura të njohura, nuk s'ke arsimim, ë? Po kështu është. Do drejtori Milanit. Po pash një reagim të vllajt Auronit. Unë kam qenë në një klasë me Auronin në shkollë të mesme, shoku i parë në shkollën Skënderbej, dhe jemi kështu miq të lashtë. Po Auroni, ky është Auroni. Auroni nuk e lë ujin kështu të jetë kështu. Po shumë më, po shumë. Jetë, domethënë vaj, domethënë mos lëvizë. Dhe ai paragonte pikërisht për këtë lloj nihilizmin e këtyre deklaratave krenarie për Iglin. Igli është njëri që ka dalë vet. Nuk e ka ndihmuar kush nga Shqipëria, se na abuzojmë shumë me këtë gjë. Apo e ke bërë si shkrenohemi me Mira Muratin. Çfarë lidhje kemi? Mira është një produkt i krave të veta. Erald më kujtohet Igli i vogël, se vitet e Auroni i vogël fare, kështu me domethënë kokbardhi thoshim ne, se këta janë bion bardhosh kështu. Dhe kapte topat mbas portës kur kishte ndeshje këto të mëdhenj. Dhe kishte një histori kështu, se tani po flasim vetin tënd. Kur luante për shembull Dinamo Partizani në 15 minuta Erald,
që ishte pushimi ndeshjes, luanin fëmijët. Nuk e di a ke kapur këtë. Në vitet 80 luanin fëmijët. Unë kam kapur në 90-ën që ishte një tajë. Luanin fëmijët, po këtë më mendu dhe ai dallonte se ishte edhe më i gjatë dhe kokbardhi thoshin, kokbardhi bjondi, kokbardhi dhe me ato trupin fizik kështu dhe gjithë do të trokisin Iglin që atë më mendu. Igli atë ishte 7 vjeç, 8 vjeç. Këtë më mendu. Okej. Tani vinte ajo Erald edhe si studios, unë se kam kuptuar ndonjëherë ta kisha shkruar dhe aty. Ore, si dështon e djatha këtu në Shqipëri? Përsëritet historia? Është komplekse historia së djathtas në këto 30 vite, shumë komplekse. Nga ta nisesh më përpara. Te ke detyrë për ta bërë ti. Nga ta nisesh më përpara, nis nga lufta e madhe që pushteti i ka bërë së djathtas. Mos harrojmë të që Rama ka pas një mision që me sa duket ja doli, fatkeqësisht, të shkatërrojë të djathtën, nga Megoni Gali, nga Marja e Vullës, nga akuzat e jashtëzakonshme që i bënte. Mos u bëj naiv këtu, atë modeli, po nuk është naiv kjo, është fakt. E ka detyrë ai për ta bërë, në thonjza. Nuk ka detyrë, se ti mund ta sulmosh kundërshtarin. Po jo me mjete ilegjitime. S'mund ta sulmosh kundërshtarin të korruptosh agent FBI-s për sulmuar kundër këto janë ngjanë të Shqipërisë të viteve 30, 20. Po se dora një kështu sot për... Po jo të këtyre viteve, nuk shkon kjo. Pastaj sigurisht është dhe pjesa tjetër që PD-ja fatkeqësisht, ose e djathta në tërësi, nuk gjeti kurajon, ndoshta, jo të ndryshonte, por e të qëndronte besnik vlerave të veta edhe njerëzve të vetë. Për shembull, një gjë që ka te Majta që unë e çmoj, pavarësisht se unë nuk kam se çmoj tek Majta, që është mjaft mirë e fokusuar te targetit e grupi vet. Ata që i konsideron votues, si pjesë edhe shtyllës vet historike, ti trajtoj shumë mirë. Dhe këtë e ke nxjerrë si konkluzion tani nga kjo fushat? Në gjithçka më kam thënë më përpara. Do të thënë ke pasur, jo, flas tani duke qenë brenda. Te djatha nuk ka ndodhur kjo. Sepse në fund ne jemi ndar 44, apo jo. E djatha e Majta në Shqipëri nuk është thjesht ideologjike, është dhe historike. Dhe kushdo që është antikomunist në këtë vend, është i predispozuar të jetë i djathtë, voton djathtas. Po ky është një grup i madh shoqëror i cili ka pasur nevojë për mbështetje të konsiderueshme gjatë këtyre viteve. Për shembull, kthimi i pronës, mbyllja e plagës së kaluarës, kompensimi për ndjekur politik. Dhe gjithë kjo lloj stresi, po them, nuk u mbështet sa duhet. Dhe në farë mënyrë këta u ndjete disi të tradhtuar nga PD-ja, në kuptimin që PD-ja djatha nuk bëri mjaftueshëm për ta. Ka një farë të drejtë. U bën 30 ca vite dhe prona nuk po kthehet, nuk po mbyllet në shpërblimin për ndjekur politik. E të tjera më radhë. Shumica e tyre kanë vdekur? Po kanë fëmijët e tyre, mos sepse ajo... Mirë ata si gëzuan ata, paktën ata që bën burgun. Kjo është edhe tragjike pasaj. Pasaj është edhe nevoja e një lloj rinovimi. Përmende, kur unë kam punuar herët që në 2013 në PD, unë atëherë shikoja lande një uritje jashtëzakonshme për ndryshimin të PD-ja. Mbaj mend u nis një proces zgjedhor në përdeget lokale, më besoj që ish drejtues të PD-s atëherë, as në kryesi nuk i zgjidhnin. Pse? I urenin më demokratët, sepse kishte dëshirë të madhe për rinovim. Mbaj mend që çonte njëri dorën në sallë në ato konventa lokale, dua të kandidoj, hajde kandido thoshte Basha, fitonte aty. Thjesht nga dëshira e madhe e njerëzve për të pasur një ndryshim. Po pse s'do? Ky ishte një moment, po që s'u kap pasaj nga leadershipi. Nuk u ndryshua, nuk u rinovua, nuk u ndryshua PD-ja. Ti besoj vetë Bashës Erald aty? Po sigurisht në fillimet po, besonin të gjithë. Nga fundi si besonin? Besonin të gjithë. Po pastaj kjo është hap pas hapi. Më thënë, në bazë 2017, pastaj filloi të lëkundet besimi, këtë duke. Po pse, ç'a ndodhi? Ishte lideri i gabuar? Apo ç'a ndodhi? Ke në një gjë që ti mund ta thuash për të parë, ti ke një nga afër, ti ke punuar për të? Po jo, unë nuk kam njëri që ti e di dhe në jetën e përditshme, nuk është se ma njëri në përgoj, po. Do duhet shumë kohë për të kuptuar këtë gjë. Do duhet shumë kohë. Se ke kuptuar deri tani? Po tani, për shembull, një nga diskutimet është raporti ndikimi Berishës, për shembull. Unë më sa kuptoja unë shikoja që Basha ishte goxha independent në vendimet që merrte. Ndikimi Berishës mund të ishte, por ndikimi i tij si sekretar, si lider, unë e shikoja vërtet vendimtar atje. Sepse është bërë legjendë edhe kjo pjesë. Po, shqyq që e the ti o burr këtë se thon tërë e bëri Berisha. Tani kjo që e thën nga ty ngelet për tu parë, unë sërish ndjeja influencën e Berishës. Ashtu siç e ndjeja unë. Ore, Berisha, mos flise fare, emri i tij kishte një lloj ndikimi tani. Por që Basha sekretar si lider e opozite, unë e shikoja sigurisht independent, aktiv edhe që merrte vendimet e veta, patjetër. Tani, kam i pyetje që lidhet edhe me historinë kjo.
Në 44-ën ndodhi ajo që ndodhi në Shqipëri dhe të majtët ekstremistë erdhën në pushtet me Enver Hoxhën. Unë kam tezën që pavarësisht asaj që bëri Enver Hoxha dhe Partia Komuniste, por një nga përgjegjësit pse komunistët erdhën në pushtet ishin edhe të djathët dhe një pjesë e tyre që u larguan madje. Dikush mund thotë që çfarë të rrini këtu të vriteshin dhe ata që ikën. Kjo është pak so complicated siç thonë amerikanët, por si ka mundësi në momente shumë të rëndësishme të historisë së Shqipërisë ose të disa ngjarjeve me të vërtet vendimtare për shtetin dhe për kombin, të djathët u mbasin. Se mua kjo më shqetëson që historia po përsëritet, se 16 vjet në opozit mund të bëhet edhe 20. Fituan më herët me zogo, nuk është e thënë, po Landi, lufta e dytë botërore është komplekse. Domethënë, jo, mbaroi luftën. Po pikërisht. Mos harrojmë një gjë që askush nuk e priste që komunistët ishin kaq shumë agresiv. Edhe vetë aleatët. Ata, unë kam nxjerrë shumë dokumenta, sasinë e zakonshme të armatimit, të ushqimeve, të parave që kanë dhënë për lëvizjen komuniste. Për luftuar gjermanët, sigurisht. Dhe vetë dokumentet e tyre thonë që disa monedha floriri kanë dhënë. Pafund. 110.000. Ma thua 110.000? Monedha ari. Monedha ari? Po. 110.000. Po. Monedha ari. Do të thënë për një periudhë bie një vit e gjys, kaq? 2 vjet. 2200 ton total. Ja, një sekond, edhe një herë. 1100 monedha ari. Po. Tjetër? 2200 ton ndihma materiale. Do të thënë veshmbathje. Nga këto mbaj mend shifrën për shembull 40.000 palë kputç. Sa ishin nga këto me kështu Asnjë. Si ndodhi ajo? Na shpjego këtë se është një gjë që në histori që ishte narrative Enver Hoxhës, nuk ishte ndodhur ndonjë. Asnjëherë më as. Do të thënë për gjithë ata që nuk e dinë, në kujtimet e veta Enver Hoxha dhe ishte një tezë që kur unë isha fëmijë lexoja, thosha si mund të jepësh dikujt 2 kputç të njëjta, për shembull 2 të majta, 2 të djatha dhe ishin ndim për partizanët dhe kjo ishte ajo që ne na kanë dhënë ndim, thoshte Enver Hoxha. Erald Kapri thot sot që 40.000 palë kputç të dhënë nga anglezët luftë e dytë botërore për 43-44. Po, vetëm ato vite. Vetëm ato vite, asnjë nuk ishte dy kputç të njëjta, të një këmbë. Nuk ishte. Jo, dhe pastaj çka gënjeshtra. Britanikët pastaj llogarisnin që nuk besoj se e përdorën në luftë kundër gjermanëve më shumë se 10% se çfarë i dhanë. Do të thotë që ata e kumuluan gjithë të para armatim kështu për të bërë gati për marrë pushtetin pastaj dhe këtë bën ata. U treguan agresive. Edhe para. Tani Nexhmi Hoxha, ti e di që unë kam intervistuar Nexhmi Hoxhën. Më ka thënë që humbi një qyp i madh me Flori nga këto të ndihmave të anglezëve në Elbasan dhe nuk e gjetën më. E kanë gjetur. Je i sigurt? Po. Është në ato vitet 60 që në vitet 60 është gërmuar, ka qenë në shtëpinë e tyre Behollëve. Ty më mirë të thras për këto ndër tani, ato të parlamentit mandat të morë. Është hapur pas 20 vitesh gropa. Do në vitin 1162. Jo 62, në 60-ën afërsisht. 60-ën, po? Mos gaboj në shtëpinë e Qemal Behollit. Ku është kjo? Diku në këtë zonë e Labinotit. Në Labinot, sa ty tha dhe Nexhmi, po? Dhe është gjetur qyp i madh me monedha? Nuk ka them qyp, po ka qenë një investim. Se ajo tha qyp. Po. Një enë e madhe balte, me qyp. Qyp do i themi, ç'do i themi? Po, u fshehen aty nga kanë fshehur dhe britanikët, dhe se ditët britanikëve sa perlësht. Jo, pritrim këtu një se më zë makina pasaj, pritje te kjo një. Dhe u gjet kush e gjeti? U gjet rastësisht apo ata e dinin vajtën? E dinin se dhe vajtën. Ishte angazhuar personalisht Enver Hoxha për t'i vendosur aty, sepse nisi operacioni Dimrit atë periudhë. Po dhe i fshen aty. Dhe i fshen se po na ka që nuk e kam gjetur, është në YouTube. Ndoshta pretendon për një gjë tjetër, por këto Jo, unë them që duhet të jetë një gjë, se ishin një sasi e madhe, tha, na humbi, do nuk e gjenim dot pasaj, i fshen. Kontrolloi edhe një herë, janë gjetur. Janë gjetur. Çfarë u bë me këtë? Po i morën çuan pastaj në buxhet, s'ka rëndësi. Partia i mori, ishte vite 60, ishte shteti komunist. Sa ishte sasia këtu? Nuk e mbaj mend. Po e konsiderueshme? Jo shumë e konsiderueshme. Jo shumë e konsiderueshme. Po themi grusht monedhash. Grusht monedhash. Jo, një grusht monedha mos më duket ajo që tha Nexhmi, tha ishte goxha e madhe. Duhet parë. Ndoshta mos e ngatron me një histori tjetër, apo nuk besoj se ka ditur të histori. Ore mos nuk është gjetur me vërtet akoma, dvem atje ta kërkojmë ta gjejmë. Kur zbriti Davis në Biz, Davis ka pas një sasi diku për rreth. Generali? Po. Generali Davis? Po. Ka pas me vete një sasi të konsiderueshme monedhash. Po? Mund të ishin 3-4 mijë monedha me vete. I kishte ai vetë, Vetë.
që ishte për ndihmuar lëvizjen. Direkt një pjesë të madhe e kanë dhënë Enver Hoxhës për dhe shtabit për shpenzimet e luftës, dhe një pjesë i kishën të tyre ata që jepnin vazhdimisht, sepse ata çdo gjë që bënin e paguanin. Ushqimet. Ata edhe mushkat që merrnin për udhëtime, edhe mushkat gjint, njerëzit që punonin për aty paguheshin. Po, edhe do të thënë udhërrëfyes. Udhërrëfyes, gjithçka. Domethënë, e vërtet e paguanin pulën sa frëngu. Se e kanë me kujtime, domethënë që donin. I kanë lexuar gjithë ato kujtimet e tyre janë të jashtëzakonshme. Po s'ke parë raportet që janë ministri, që janë të fshehta, konfidenciale, që janë akoma më perla. Por janë kështu si bilancet financiare. Jo vetëm financiare, po dhe njerëzore. Unë kam publikuar pjesën më të madhe tyre të libri parë, si konsideronin ata udhëheqësit, Këshanin, kë Lavdëronin, janë perlat. Tani, me që dalim të Floriri se pas kem. Po jo, pa shumë e bukur edhe është e pasbardhë. Atëre, në një gjyle preve të madhe, i kanë futur aty. Bosh, do të kanë mbështjell që s'kishte element luftarak, do të thënë baruti. Po ishte zbrazur, i kanë futur aty. Që ta kuptojnë se thonë ata gjë. E kanë mbështjell me atë mushamane një parashute. Po që kishin. Dhe e kanë groposur në tualetin e jashtëm, në gropën pra tualetit të një fshatari në Orenj, mos gaboj. Wow. Në çfarë periudhe? Në dhjetor në dhjetor të 43-shit. Dhjetor të 43. Dhe kush e bëri këtë? Të oficerët britanik, pra. Po jo, kush nga këta? Kemi në një emër? Davisi me këtë Nicholsin që u vra. Nichols. A i vdiq, u plagos. Dhe vdiq në rrethana... Në Valias, në shtëpinë e këtij Toptanit. Shefqet Ndrojçi për shembull e vizitoi. Po aty ju gangrenizuan këmbë. Po gangrenizuan këmbë. Dhe është kujtimet e Davis. E varosin në oborrin e shtëpisë. Në oborrin e shtëpisë, bravo. Ky Isan Toptani. Isan Toptani, bravo, Isan Toptani. Tani te Floriri. Po? Se këto ndenjë 2 vjet në gropën e tualetit të jashtëm të fshatarit që se dinte ai. Asaj vetë se dinte. Se dinte. Dhe kur britanikët ishin ende në Shqipëri, se kanë qëndruar në Shqipëri deri në vjeshtën e 46-s, diku nga mesi i 45-s, njëri prej tyre që e kishte hartën e saktë, në mënyrë shumë të fshehtë, ka shkuar atje, e ka marrë dhe e ka sjellë në Tiranë. Wow. Sa ishte sasia? Llogaritë vetë tani një gjyle topi, e kupton? Sa janë ato, e mbushur plot. Kjo është e dokumentuar? Është dokumentuar. Tani, se thashëm tani, po futëm në historia e Erald, më shpjegojnë çik, do jetë një nisëmjotja në parlament për ndërrimin e asaj pllakës së varrit te liçeni, te kodra të liçenit, që është pllaka e varrit e Enver Hoxhës, është për misionarët anglezë. Ti je kështu anglofil. Jo. Si jo? E kanë bërë qëllimisht atë. Dëgjoj kur. Jo, qëllimisht nuk është bërë ajo. Jo, më dëgjoj pak. Tani ti mund ta bësh qëllimisht tani. Jo, po nuk është qëllimisht atë, tani se diun atë. Jam marrë me këtë, kur është bërë. Jo, për të marrë jam marrë unë me atë, se unë e kam publikuar i parë. Dakor, po kam marrë pjesën britanike, në 94-ën që ndodhi grumbullimi. Ajo ka dhe një histori tjetër perl, po mos po ta them se kam ekskluzive, se dua ta bëj diçka tjetër. Po se mos e thuash tu ekskluzive. Tani si më gazetare, po tani as studiu s'u ke, je deputet tani, do hap llogari tani. Varrezat e anglezëve. Tani për gjithë ata se dinë se ka dhe njerëz që në kodrat e liçenit kemi një parcel të vogël me sa varre janë atje? Po duhet të jenë jo 100, 56, 54. Të misionarëve anglezë që kanë vdekur, janë vrarë gjatë luftës dytë botërore në Shqipëri. Dhe memoriali ka një plak, do doja unë në regji, apo nuk e gjen dot në regji, ka një plak që shkruan disa fjalë. Ajo plak është hequr nga plaka e varrit e Enver Hoxhës, kur u zhvarros në 92-shin, në majtën e 92-shin. Plaka e mermerit sipër të varrit. Të varrit është bërë vertikal. Do ishte shtrirë, mbulon të varrin e Enverit, tani për anglezët është vertikal. Po, me shënimin sipër. Tani, çfarë ka ndodhur? Na trego për të parë. Kur u vendos kjo, është marrë personalisht Julian Emery, edhe 2-3 oficerë të tjerë, mos harroj emrat, që takuan Berishën. Erdhi këtu Julian Emery. Po. Ministër i aviacionit të qeverisë së Churchillit dhe misionar vetaj në deputet, dhëndër deputet, i kryeministrit Macmillan, i mori vajzën kryeministrit. Po vajzën vajza e tij, po mbesa ajo Margaret Macmillan ka lidhje me këtë? Studiusja historiane? Nuk e di nëse kanë lidhje. Okej. Po se do ishte shumë e bukur, se ka bërë libra për Shqipërinë. Po. Kanë takuar Berishën që në 92-shin,
edhe gjë e parë që janë interesuar, ka qenë dhe David Smiley. Edhe ai ka ardhur. Ky tjetër që ka bërë përpjekja, ai autori tjetër që kanë qenë ambasador në Francë, harrova emrin tani, që edhe ka bërë një libër shumë të mirë. Një nga këto të kujtimeve? Po që ishte i majtë. Reginald Hilbert? Se dhe i ka qenë në Tiranë? Nuk flisnin këta me njëri tjetërin. Smiley, Emery dhe një tjetër shumë i njohur, harrova emrin. Po që dallohen të kujtimet i që ka raste që nuk i deferohen. Kur kanë bërë ceremoninë aty rinin veçma, 73 veçma, si asin gazetar nuk i flisnin. S'ka shkruar një gjë pra. Kanë shkruar britanikët, prandaj kam lexuar ata, se këtu në Shqipëri nuk. Cila gazetë? Daily Telegraph. Shkruar? Po tjetër. The Economist ka shkruar. The Economist? Po, patjetër. Po dhe The Sun që ka vënë foton, se ai ka vënë foton The Sun, se ajo është tabloid. Po dhe ata erdhën në Tiranë, takuan Berishën. Edhe kërkuan këtë gjë, pra të krijojmë këtë gjë për varrezat, u bëhen mundur pasaj dhe atyre ju tha që kjo është direkt e varrit e Enver Hoxhës, është me merë special dhe këta ndjenë si lloj krenarie. Po jo si, kush e bëri këtë? Nuk e di më, po këta më të komunale se bën se kush. Jo pra, unë e di kështu që ajo ka qenë shumë banale. Ore çfarë do i vëmë neve, sepse bashkia atëherë ku kishte bashkia atëherë dhe banale, po këta e morën vesh ishte e Enver Hoxhës. Po pra dhe tha njëri, ore tha si do vëmë si pllakën atje, ore tha kam unë atë të Enverit, tha vëmë atë, tha i magazinieri. Oficerët britanikë e pasin lloj krenarie, sa mirë që e bët, ja morët Enverit, na e butë. Ata e vlerësuan, ë? Patjetër pra. E dini që për këtë të falenderoj shumë, ke dhënë një gjë shumë të bukur, sepse unë shkruaj te ku ajo shkruaj, kam ftuar atje, kam qenë atje kur bëheshin ato ceremonitë, edhe u thosha, ore, e dini këtë? Yes, thoshte ai, vetëm kaq thoshte, edhe s'flisë fare. Po ti je për ta hequr ata apo për ta lënë? Po është një detaj kaq i bukur që kushdo sa që kalem atje e tregojmë. E ke parasysh ato vrimat atje, që ka qenë bullonat e varrit atje dhe janë bosha tani. Është perla, është bukur ajo. Kështu që tjetër si një lloj tani si detaj historik që ngec aty, e kupton, nuk lëviz më. Do të thënë ti tani në stofin e deputetit thua që ajo nuk do ndryshohet. Po çfarë të ndryshohet, më lande se çarancie ka kjo tani, ajo është detaj historik. Po e bukur është çfarë thua tani? Të rri atje tani sa herë kalojmë në një mik që bëjmë në një ecën në Evropë atje dhe i themi shikoni këtë, kjo është është atraksion turistik tani ajo, ëh? Po vlen më. Shumë e bukur është, edhe si detaj edhe si kështu. Tani prap te kjo pjesa se ti ke bërë studime thelluara dhe bravo për këtë se ke ngjallur dhe polemika dhe debate. Unë do thosha, ore, na tradhuan anglezët? Jo, nuk shifet në të këndvështrim. Anglezët kishin interesin e tyre. Se ne shpesh bëjmë këtë gabimin e madh, na tradhoi ky, na tradhoi ky. Çdo vend ka interesin e vet. Ashtu që kemi ne interesin ton. Interesi i britanikëve ishte që të financojnë grupe sa më shumë guerile, që të shkatërrojnë prapavijën gjermane. Nuk pan ata është komunist, është i djathtë, është e kupton. Po pse Julian Emery u zgjyë? Në kujtimin e tij ai shkruan pastaj nuk po them pikërisht këtë gjë, unë po them gjën tjetër që pritshmëria e tyre u tradhtuar, sepse ata nuk besonin që ose më saktë Lëvizja Nacionale Shqiptare ata nuk e shikonin si lëvizje komuniste në fillim. Ata thoshin që elementi i komunizmit nga lëvizjes sepse ashtu ishte. Po nuk e kuptuan dot të gjëra. Ose nuk e besonin që lëvizja komuniste do merrte drejtimin e lëvizjes. Sepse ata shikonin antarët aty që konsiderohen nacionalistë, i pyesin për komunizmin, ata se dinin çfarë ishte komunizmi. Ma jep ti këtë përgjigje më. Unë vetë nuk asnjëherë se kam kuptuar, modestisht e them, kam bërë goxha studime që një personazh si Enver Hoxha që si ishte as bejler, as i pasur, as i arsimuar, arsimuar, ai nuk ishte budalla dhe kishte një lloj arsimimi, se mos kalojmë në ekstrem tjetër. Po nuk ishte arsimuar si e qenë Bevlora fjalën. Pa pushtet. U arrit të bëhesh jo i pari i Shqipërisë, po atë se the shumë bukur ti që anglezët nuk e kishin parashikuar që këtë revansh kaq të madh komunistëve. Si ka mundsi? Çfarë ndodhi? Mos haro që mbështetja jugoslave që pati ishte me rëndësi. Këta emisarët ishin shumë të zgjuar. Ishin njerëz. Ata e prodhon. Po. Ata e dinin çdo the, kishin përvojë politike. Dhe Enver Hoxha praktikisht ishin tutelën e tyre, pranonte këtë gjë. Ata merrnin vendimet, se mos Popoviçi për një kohë të gjatë. Kështu që mësoi për tyre. Pastaj mos harroj që Enver Hoxha nuk kishte ndonjë talent politik në sensin e të bërit politik. Në ato pak që është përballur politikisht, ai është ndjerë vështirësi, siç ka qenë Plenumi i Beratit. Me vum përpara atë. E vum para po fitoi? Ngeli. Ngeli aty ngeli. Filloi arma pastaj. I futi armën ai dhe kur
plas arma, nuk kemë politik pastaj. Është Si më brutalitet. tha një student që s'ka lidhje fare, se ne dim në një gjë, po studenti s'din asgjë në kuptim. Terrorizëm politik pastaj. Ore a pati një atentat, më tha mua një student ndaj këtij Enver Hoxhës që po na flet çuti? Jo, i thashë. Se qelloi asnjëri me llastike, i thash. Po si edhe ju kaq i lik, i tha dhe s'doli njëri, tha. E po është më komplekse të themi studentët tani, ka pasur edhe ide për ta realizuar, po nuk është ide. Tani, po mirë, pse Stalinit si u bën ose tjerët si u bën, nuk është kollaj tani, nuk është mund të flasë shumë pse si u bën një atentat. Deshi ta vrasë CIA Fidel Castro e dim shumë mirë tani me 10 herë, se doli dot. Jo më të dilin shqiptarët e shket kundër një diktatori mizor. Erald, ke kështu në synim kur t'jesh në parlament një nisëm tënde personale, që sigurisht ajo duhet të suport me parti. Për çfarë? Mund ta tregoj qoftë edhe për historinë, ëh? Po për shembull, dua të angazhohem shumë që kjo pjesa e dëshpërblimit për ndjerjeve politik të përfundojë sa më shpejt, se janë të kaluara fatet ligjore. Ke projekt konkret? Po do e bëj, patjetër. Do përgatisësh një projekt. Në radhë parë të kuptojmë sa është shuma. Ministria e Financave ende sot nuk do thotë. Do të dëshpërblim për gjithë përndjekun. Po pra që çau takon. Se janë diku të 20.000 dosje, afërsisht. Ministria e Financave ende sot nuk do thotë sa është shuma totale e ngelur për të shlyer. Duhet të bëjmë një ligj për kujtesën. Në ç'kuptim? Duhet të kemi datë kombëtare për nderimi e viktimave të komunizmit. Duhet të kemi një monument në Tiranë për të nderuar ata. Duhet patjetër. Kjo do të angazhohet parlamenti për të gjë. Do të nisma jote. Po, besoj që do kem dëshirën dhe pasionin për të marrë me këtë gjë. Po, shumë element tjerë, po do jem aktiv. Po ja të bëj pyetje tillun, ato dekoratat, titujt e ish liderëve komunistë. Ato ekzistojnë akoma? Tani ka një dekret të Berishës në 95 që ka hequr ata, nuk është. Po si funksionon? Më shpjegoj pa në aspektin juridik. Kjo është më e thënë, nuk e di si funksionon në aspektin juridik, se është folur shumë për këtë gjë. Ajo që mua më shqetëson është kjo, është që nuk kemi pasur një proces të denjë të dënimit të krimeve të komunizmit. Kjo është shumë komplekse. Ne akoma nuk kemi gjetur eshtrat e të humbërve e Landi. Sa është numri tyre? Po janë 6.000 pushkatuar, mendohet që nuk i gjenden. Po mendohet janë mbi 4.000, se një pjesë i kanë gjetur vetë familjarët e shkret. Mbi 4.000 unë e dija më të ulët, shumë më të ulët. Mbi 4.000 që nuk gjenden eshtrat fare. Wow. Dhe kjo do një ka ardhur institucioni ndërkombëtar, që është ICMP-ja, pjesë e OKB-s, që kanë gjithë infrastrukturën e duhur, të identifikimit me ADN, dhe shteti i ka lënë në balt, nuk i ndihmon ata. Nuk i ndihmon, është prokuroria kundër, është të institucionet kundër, shkop. Tani, një nga këto që nuk janë gjetur eshtrat Erald, është edhe janë 4 të përshkatuarit e 20 janar, më ndihmo për të janar shkurt 45 që të Mali Bushatit, kryeministrit, Lev Nosit, po jo, këtyre 4-ve njëherë, te Kodre Priftit. Ti besoj di që ka qenë një projekt i Vatikanit, sepse aty ishte edhe Patër Anton Arapi. Dhe pastaj e lanë mes ata. U shkatruan ato vareza. Ç'a ndodhi me ato? Ti ke informacion? Po di që u shkatruan se u bë aty te Kodre Priftit për shembull janë varrosur për të parë edhe britanikët e vrarë, gjermanët e vrarë. Britanikët i zhvendosën të vetët për shembull. Po, se i çuan lart. Jo, i zhvendosën në 46-ën, që 45-ën, më herët akoma. Po? Di që pasaj aty u bë zonë urbane dhe nuk u kujdes njëri për të parë. Do që janë aty, dohen aty, do të jenë në themelet e shtëpive aty? Në themelet e shtëpive do janë patjetër. Ua, sa e trisht kjo. Se ishte edhe herët. Më vonë pasaj këta aplikuan edhe këtë politikën e, si thua, varrosjes në përzgëqe, që mos gjinden. Dhe në gjëra që shkëndër mend. Mali me gropa, anës lumejve. Ka në Mali me gropa të varrosur nga këta? Ka ma pa fund. Ka, kemi lajme ndërkombëtare që ka shkuar familjarët, kanë gjetur estra pa fund, të zinë çfarë të bënin me to shkretët. Se të kujt janë se di. Të kujt janë se di. Ke ende estra në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Tani? Po që janë prej vitesh, janë gjetur atje në mal në Dajt, i kanë çuar aty. Dhe s'di se këtë janë. Se duhet për proces identifikimi. Tani një pyetje këtu, Patër Anton Arapi, pse nuk ishte te ata martirët e fesë katolike në Vatikan? Pse u hoq? Ti je njeriu që mund të pyes për kompetencë. Te 26-ja? Po. Unë di që ishte. Jo, ishte në fillim dhe u hoq. Kush tha që u hoq? Ai është fakt, s'është fakti im. Nuk e kam vërejmë. Dhe nuk është Patër Anton Arapi. Nuk e kam vërejmë. Ja, unë kam bërë emision të veçantë për atë. Nuk e di, a? Di që te 46-ja. Në fillim ka qenë, e hoqën pas. Nuk ka qenë. Duhet parë. Emri i Patër Anton Arapit nuk është. Atë do ketë pasur një lobim underground, kështu që. Jo, lobimi underground ishte që ka qenë bashkëpunëtor
me nazistët, sepse ishte pjesë e regjencës. Varet se e konsiderojmë të pjesën e bashkëpunimit, por duhet parë, nuk e di. Më bëre kurios për të do interesojmë. Ajo pjesa më e diskutueshme e rrallë dhe kohës së komunizmit që ka i debat, luftë civile apo jo. Ti partizani kujt teorie je dhe teze je? Në kuptimin që? Tani, ka dy teori. Që të djathët dhe forca politike ballit kombëtar bashkëpunoi me edhe italianë dhe me gjermanët. Studiues të ndryshëm thonë që ishte luftë e rezistencës, por me element të luftës civile. Tani, këto dy teori janë dhe studiues shqiptar, po edhe tuaj. Ka rënë me kohë këto lande. Ka rënë me kohë. Cila ka rënë? Po, unë kam nxjerrë element bashkëpunimit të Enver Hoxhës me gjermanët atë këputesh fare. Po mirë, ne dim ato në berate... Takimet me oficerët e marrëveshjet për shkëmbim të burgosurish çfarë flet ola. Jo, po, a kishte luftë civile? Kjo është e para njëherë. Ishte luftë civile. Unë mendoj që kushdo që nuk mund ta themi element të luftës civile? Po çdo më thënë element se. Po ne në fillim duhet të themi rezistencë. Sigur e fsheh. Element. Jo, ajo është luftë e shpallur. Bernd Fischer e fshet? Që Bernd Fischer e fshet? Rilexoj Bernd Fischerin. Ta rilexoj. Bukur kjo rilexoj. Bernd Fischer nuk se mban në një qendrim, ai merret me qendrimin e shqiptarëve, pra analizon 3 lloje qendrime të ndryshme që mbajnë përgjithsisht në Shqipëri, farmëre dhe sikur tallet me këtë gjë. Por tani duhet të kuptojmë një gjë, që ka pasur shpallje lufte në shtator të 43-shit me Enver Hoxha, nga balli kombëtar ca kohë më vonë, por plasa ishte reale. Dhe madje po shikosh të analizosh shifrat e të vrarëve, dalin më shumë ta që janë vrarë me një tjetër se sa me pushtuesin, të themi realisht. Pastaj ka lloj tezash që po jemi të pushtuar, e sa jemi të pushtuar s'ka luftë civile. Më fal, po në Itali çfarë u bë? Unë kam marrë një shembull, një historian që e pëlqej shumë, është Claudio Pavone. Nga dekanët e historisë moderne të Italisë, komunist ai, me bindje, dhe në 91 ai ka botuar librin i pari, Lufta civile në Itali. Sepse ra muri Berlinit dhe nuk ishte më ky tensione, sepse para murit Berlinit ku komunistët ishin edhe faktorë në Itali, të thoshe që ishte luftë civile, ishte një lloj kështu. E të majtët kishin. Ra kjo gjë, ai doli. Domethënë në Italinë e 43-44-s, çfarë kishte landi? Kishte anglo-amerikanët, kishte gjermanët, kishte fashistët, kishte komunistët. E bëi lloj lufte. Dhe përplasja e madhe që ndodhi mes komunistëve dhe fashistëve, atëherë ishte një luftë pastë civile, që e përshkruan me detaje Claudio Pavone. A duhet jemi krenar ne për atë që bën brezi gjyshëve tanë real gjatë luftës botërore në Shqipëri? Po patjetër, çfarë pyetje është kjo? Patjetër. Po krenar për të gjithë. Po pse për nacionalistët? Po sa nacionalistë ke pas më landi që kanë bërë punë të mëdha? Jo, unë pyetjen e kam për rezistencën që u bë. Po patjetër, se rezistenca ishte. Po pse u bide me pyetjen, sepse është mohuar, është mohuar në farë. Jo, nuk është. Ne për shkakun që kemi qenë kritik, siç jam unë për shembull, tentojnë gjithmonë të më thonë ti që duket ti sikur kërkon ti nënvlerësosh, nuk është. Tani lufta është komplekse. Nëse flasim për bashkëpunim për shembull, bashkëpunëtorët më të mëdhenj të fashizmit kanë qenë komunistët. Të fashizmit, jo. Do prova. Kusimi dakord. Do prova ti. Po bashkëpunëtorët më të mëdhenj. Më fal, çfarë bënin komunistët në 41-shin landi, që ishin aleat me Bashkimin Sovjetik? Ku kishin komunistë deri në 41-shin? Çfarë thua më? Po më mirë, ato grupet komuniste. Ishte komunist Kemal Safa. Po komunisti është patjetër. Çfarë bën Po idealist. Po ato grupet komuniste deri në 41-shin nuk është se kishin një organizim. Ata ishin bashkëpunëtor. E di ti pse ja arrestuan me Zogu disa muaj para këta para pushtimit? Po dieta, po tërish dieta. Jo, se i kishin blerë italianët. Janë në fakte këto. Më fal, Kemal Safa shkoi në Itali me paratë e fashistëve të studioj. Shkruante në gazetën Fashizmi. Në Xhmia ishte antare e partisë. Ramizi vet, antare i Rinis, Enveri vet, çfarë bën? Mirë, kjo ishte dieta jo ishte kush ishte pjesë e administratës ishte automatikisht se ka qenë histori edhe me Karaman Yllin, nëse e ke parasysh. Po jo thjesht, po jo edhe në qendrimet e tyre tani. Nuk kishin ata kundër fashizmit. Po mirë, po e riformuloj pyetjen. Ajo vlerëson rezistencën që kanë bërë komunistët gjatë luftës botërore? Unë mendoj që komunistët morën më shumë merita se që takonte. Po jo, merita u morën, jo, ti ke drejt, po u morën mas luftës. Po. Jo, vetë ti me studimet e tua, ja u vlerëson rezistencën që ata kanë bërë? Njëri mbi të gjitha për shembull. Kush? Mustafa Gjinishi, janë zakonshëm.
i vetmi ose i dyti që fliste anglisht. Edhe britanikët mendonin se ai mund të ishte lideri i SAF. Lideri, po, kam lexuar këtë. Kush e vrau pastaj? Enver Hoxha. Po pikërisht. Kur thua për rezistencë, ai ishte i jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm, edhe në luftë, edhe në Mirë, edhe që Masafa si idealist komunist. Po, nuk u provua se 21 vjeç sa e vran, po 22 vjeç, do thënë. Gjinishi ishte tjetër. Ishte një që kishte qenë gazetar i mirë, kishte qenë organizator i mirë, edhe në luftë e vlerësonin gjithë i papërtuar. Domethënë aftësitë e tij organizative me Enver Hoxhën ishin të pakrahasueshme. Si ka mundësi Erald, ne pak kemi folur për atë që unë kam shkruar te libri për ambasadorët amerikanë, që si ka mundësi që Shqipëria mbas luftës së dytë botërore ishte i vetmi vend i Evropës lindore që nuk kishte të paktën formalisht ambasadë amerikane dhe trup diplomatik dhe marrëdhënie. Tani kjo na futon në një histori tjetër. Po jo, se për shembull më ngasmon kjo, sepse formalisht mund ta kishin ata dhe siç ishte ambasada ruse, marrëdhëniet ishin ndërprerë me Kinën edhe me Rusinë. Po ambasadë kishte këtu. Dhe ishte aq formale. Si ka mundësi? Ka ndonjë arsye? Paktën me ato që ti ditë. Jo, ikën ata, nuk e njohën regjimin që 46-ën që ndërprerën marrëdhëniet përfundimisht. Po deri nxori kështu ata. Jo, ikën vetë se skuxonte Enveri ti prekte ata, por momenti për zënën e tyre është skandaloz. Unë kam te libri atë, domethënë sepse kam ditarin e gruas ambasadorit. Dakor që shkojnë edhe nuk është se tu tani 5 veta ishin, sa ishin në lekat e vogël ishte. Mirë, e vogël, e reduktuar ishte stafi, por gjithsesi ishte staf. Po kjo nuk se ne ishte bënë në gjë Shqipërisë. Landi Shqipëria është bërë antare OKB-s në 55. Mbi 10 vjet pas marrë lufta. E pak ka për këtë. Është element shumë i bukur kjo që ka. Se abuzon me pjesën jo vend fituese, jo a thua se çfarë u fituan në gjë të madhe. Izolimi që i bëri Enver Hoxha është i tmerrshëm. Mjafton vetëm një detaj. Plani Marshall. Kishim ne shanse që mund të bëshim pjesë? Po na u lutsin më Landi. Po mirë, ne ishte Jalta këtu, ka një mospërputhje. Jalta ne na kishte ndarë në vend tjetër. Po jo, nuk na ndau Jalta fare, ke gabim. Pse e ndau Jugosllavinë Jalta, kanë nxjerrur dokumentat të marrëveshjes së Shurqillit me Stalinin. Po? Ballkani ishte neutral përgjithsisht. Për Shqipërinë s'u fol fare njerëz. Shurqilli pastaj këm gulte që ta kemi influencë të barabartë. Po Jugosllavia ishte influencë e barabartë. Në kuptimin që dhe sovjetikët dhe perëndimorët nuk do influenconin në formë të prerë. Dhe ndodhi që ndodhi, për shembull kur Tito mori vendimin të shkëputet nga Stalini, ndodhi gjë? Jo, sepse kishën dakord parimisht që tu s'kemi influencë, dhe jemi të barabartë. Njëta gjë në Shqipëri. Aty na deshi zotin që u prish Stalini me Titon? Tani nuk e di, po ku flet me nëse në histori është e vështirë. E vështirë është, po jo, por ne po bëheshim Republikë e 7 dal nga dal aty po shkon. E kam dëgjuar këtë tezën që po të bashkoheshim atëre, po të shkëputeshim do ishim bashkë me Kosovën. Jo, Romeo Gurakuqi e kam pyetur këtu për këtë, se e kam bërë kjo është pyetje e ligi thashë unë, por ne e lig është. Sepse nëse ne do bëheshim Republikë e 7 e Jugosllavisë, kur të ndajeshim do ishim bashkë me Kosovën? Jo tha, sepse nëse do ishim Republikë e 7, nuk do ishim bashkë me Kosovën. Sepse Kosova kishte marrë një status si Republikë autonome? Jo, krajinë autonome. Krajinë autonome, jo Republikë, se Republikë është tjetër sa. Dhe ky ishte përgjigjja më e keqe që kam dëgjuar në jetën time, i thash. Domethënë kur ti bën një pyetje kaq të ligë, ëh, domethënë për vendin tënd, domethënë përgjigjja është akoma më e ligë se sa pyetja. Domethënë ky ishte të mërshme. Erald, ti ke përmendur, po kaloj çik te pjesa e politikës, për emigracionin. Dhe diaspora ishte risia e këtyre zgjedhjeve. Për mua ka qenë shumë gjë e bukur, fantastike. Me 100 probleme sigurisht, se për herë të parë dhe ti e ke përmendur dhe në një vend tjetër që Fanoli dhe Federata Vatra pasaj më vonë kishte deputetë e saj dhe imagjino pas gjithmonë Noli kishte vetëm. Po pra Noli në vitet 20 po ishte i Vatrës, nuk ishte i Tiranës apo i Kolonjës nga ishte me origjinë Noli. Noli ishte i vetmi që nuk bënte fushat, se kishte mandatin në xhep. Mirë, po kjo ishte. Po si e ke, se besoj edhe kjo duhet të jetë nga projektet tua për ta përmirësuar këtë diasporës në zgjedhjet e tjera. E para një zgjedhje lokale voton diaspora? Po njëta gjë është. Po voton? Po patjetër. Voton diaspora? Po patjetër, se u vendos tani. Tani s'ka më, jo flasë, nuk ka dallim lokale. Ngelet për të diskutuar, po unë mendoj që ky model që u aplikua është problem. Madje unë shikoj dhe si antikushtetues. Cënohet direkt shqetësia e votës.
ty të shkon zarfi atje, merr tavolinë në shtëpi, e tregon atë fletën kështu, ja fut kryqin kudo, e fotografon, duhet model tjetër. Celular. Madje unë kam qenë edhe këto model të shpërndarë, se kështë modeli që donte Rama, dhe Rama e mori këtë model duke i dhënë PD-s mbylljen e listave. Që kur e kërkonte Rama këtë model, ngelet për të dushuar. Pse? Dhe u vërtetua. Diaspora që pretendoi të ishte më e lira, më pa komplekse, votoi 10% më shumë Ramon tani, më fal. Kuptohet se ishte një lloj projekti i bërë dhe shpejt dhe me ndikimin e pushtetit nga Tirana ande, ku kishte gjithë drejtorat. Po mirë, pse mos themi këtë tjetër ne që kur PD-ja Felavien filloi angazhimin me diasporën, Rama kishte një vit që i kishte bërë xhiro rreth botës. Janë të njëjtat kapacitete Holande tani se ne 2 takime bëm në diasporë gjithsej dhe ishin të kushtueshme të merr tani mos flasim kështu tani. Është çështje kapacitetesh më. Se shkolla të udhëtoshte gjithandej. Jo, më bëri përshtypje Eraldi isha vetë në Milano. Po. Dhe intervistova njerëzit aty, afër aty në atë sallën e madhe, pallatin e sportit që mante 10.000 veta, 15 sa mante atje. Edhe më shumë, çfarë them 10.000 unë. Dhe ishin dy me kështu, ishin paraplegjik. Dhe mua më thonë, si kam si për çka ardhur këtu? Je me PS-n? Jo, tha. Më ka ardhur Rama, tha, unë jam me PD-n, tha. Më bëri shumë përshtypje kjo, që në një farë mënyre Eraldi ndikon kur ti shkon atje. Po, gjithë kam mështesit e vetë. Edhe po të shkojët e Berisha, njëta gjë do ishte në kuptimin e adhurimit të Berishës. Ose shiko ka që... Jo, çfarë mund të përmirësohet te kjo? Do të ndryshohet modeli. Unë jam për modelin kroat ose italian, që do thotë diaspora ka vende të rezervuara. Sa pak a shumë në këtë 140? Po duhet parë në propocion, Italia ka 8, po ka 600 disa deputet. Ne mund të kemi 3 ose 4. Jo më shumë se 3 themu. 3 nga të gjithë? Në gjithë më? Po shumë pak duken 3. Më fal, po tani sa zgjodhi diaspora? Po jo, tani s'kisha asnjë se ashtu ata votonin për qarqet këtu. Po votua 200.000 njerëz në diasporë. Me 200.000 sa deputet mund dalin? Mund dalin 20 deputet. Po, 20 deputet. 10 vota, te partita më dash 10.000 vota për mandat. 20 deputet. Më thuaj kush është direkt i diasporës, te PD apo PS? Jo, mund të jetë një listës që ne... Jo, ishte ai krashit e PS-ja për shembull. Po? Se s'është më e hoqë. Po, s'është. Se mori drejt nga Londra Rama atë djalin, goxha i vlerësuar. Po. Sot s'kisha asnjë ti. Morën 200.000 votues prandaj nëse do të shërbesh diasporës, edhe ata kanë disa interesa, siç e bën vendet e tjera, i caktojnë vendet e rezervuara. Ne le të caktojmë 2-3, zgjidhen ande. Po ku ta gjejnë Nolin prapo Eraldi? Kanë të përfaqësues të denjeta mos e ke merakun. Dhe do ishte më e ndershme, kështu se sa të shkojë edhe kjo është drejt. Nuk mund votojnë ata pa pasur përfaqësi. E drejtësh. Tani ata votuan pa pasur asnjë përfaqësues, nuk po fundon diskutimin tjetër pasaj nëse modeli është apo s'është duhet. Tani ndosë ju jeni parti tjetër tani dhe s'keni punë me PD-n, por unë këtë duhet pyes jo si deputet i zgjedhur tani. Po. Sali Berisha duhet ikë në drejtimin e Partisë Demokratike? U takon PD-s Landi. Nuk na takon. Se dua unë atë përgjigje. Kjo është përgjigje e deputetit Erald Kapri. Jo. Erald Kapri kështu. Po çfarë të them unë tani? Të them që të bëj zgjedhje drejt tani për partinë u takon atyre. Ne po të ishim atje dakord mund të kishim një mendim, por ne ikëm. Ne kemi nisur projektin ton politik. Nuk mund të bëjmë të kashëllëku ndaj PD-s. Nuk mund ta bëjmë dot. Realisht PD-ja ka nevojë për një debat të madh të brendshëm. Po, të vetin. Sepse edhe në një farë mënyrë edhe te ju ndikon ka flasën ata se ju partia djathine nuk mund ta shpusin veten nga nga lokomotiva e opozitës. Në opozitë jemi tani, në opozitë bashkojnë kauzat, se numrat si kemë, kauzat e opozitës të bashkojnë. Po dhe ata duhet bëjnë një lloj riformatimi keni fjalën? Po unë mendoj që kanë nevojshme debatin e brendshëm, hapjen, diskutimin, duhet zbatohet statuti? Në një fazë të dytë. Takon atyre tani, se duket sikur po japim mend. Po jo, ti po jepi mendim tënd në Erald, ti ke qenë dikush aty, nuk ke qenë anon aty dhe hajt më. Mendimi im është që PD-ja ka nevojë të rinovohet në mënyrë urgjente. Rezultati që mori. Nuk e ke fjalën për Tigur Tritansheu, e ke për Sali Berishën. Po nga kupola fillon pa tani, është një vendimarrje që duhet nisi patjetër. Ka nevojë, domethënë, nuk e shikoj më shumë se nga një debati ka vetëm një pikë, duhet ikë ose Berisha. Nuk është vetëm te Berisha kjo gjë. Është shumë herë më e gjerë, unë përmend edhe pak përpara. Nis që te boshti ideologjik i PD-s, vlerat e PD-s, së djathtës, njerëzit e saj, çfarë përfaqëson ajo. Mund ka një diskutim që do nisi nga aja te zhëja. Edhe këtu përfshihet leadershipi natyrisht. Të vjen keq që Luzin Basha s'është as deputet dhe dështoi me sukses mbas 20 vite karrierë.
Jo, unë e prisja që nuk do ishte. E prisja. Si mund përëndoj një kështu më Erald? Ma thuaj pak, si mund përëndoj nga kandidat potencial për kryeministër? Po ne, në fundit, qa jemi pasojat e vendimeve që marrim. Kështu që njeriu do të përballet në pasojën e vendimeve që merr. Dhe më kujtohet i përgjigje që më ka ngelur në mendje. Përpara se 2021 për të vërtetë Partia Demokratike nëse do kishte bërë disa kombinime edhe mund të kishte fituar, flasim realisht, zgjedhjet e parlamentare flas. Edhe duke qenë se po diskutonin për këtë librin tim të 33 kryeministët, tha do më japësh librin, tha, kur të bëhem unë 34, tha. S'u fut në histori. Tani ty të vjen keq që nuk ke librin me 84 kryeministë? Jo, mua më merr Bujar Rudri Botusi dhe sa herë që nuk jam edhe tani, tha, landi ti në rregull, tha 33, tha vazhdoni Edi Rama, tha nuk kur bëjmë ribotimin e të librit nuk ndryshojmë gjë, kështu që jemi në rregull. Se do ndryshoj edhe titulli pastaj. Po do ndryshoj, po pra se dhe jemi në fund të kësaj, po do doja, a do bashkoni votat për një ligj të veçantë që ju e mendoni me Partinë Socialiste, edhe pse jeni në opozitë? Jo, pse? Ju keni mbrojtur spakun, si për shembull, nëse aty do ketë nevojë për votat tuaja për një ligj për spakun, në të mirë të spakut. Për mbrojtje të drejtësisë ne kemi thënë në mënyrë absolute po. Po pra, punat e drejtësia. Po pra, për këtë por e them kështu që do bashkosh votat me Ramën, nuk më duket tash. Po me Ramën do i bashkosh ti aty kur po votove pro drejtësisë, si do e bësh? E di kush është problemi më i madh sot, pas 3 mandateve të korruptuara të Ramës, ky vjen mandatin e 4 me shumicë të cilësuar. Kjo është e frikshme. Po e frikshme është, po ju e keni fajin. Tani nuk flasim më për çfarë faj kemi ne. Po ju e keni fajin, fitorit ju. Nuk flasim më thjesht për kapit e ekonomisë, të gjithë burimeve medias. Do të thënë 66, 74, 74. Është rrezik. Tani 83. Po rrezikohet demokracia në këtë vend. Pluraliteti real. Ai ka norma tani të bëjë çfarë do. Kjo është rrezik i jashtëzakonshëm. Kjo është një alarm për të gjithë landi. Është alarm për të gjithë. Ndoshta edhe ky reagimi i vonuar i ndërkombëtarëve, ai reagimi mjaft i ngushtë edhe shumë skematik i ambasadës amerikane deri diku, është një mesazh për të thënë që dakord ka një fitues, po jo të këtij niveleve. Atëherë pyetja ime është, ajo fjali me 17 fjalë, nuk e di ai numërove. Po. Që s'ka ndodhur një herë. Domthonë 2021 ti ke punuar zyrën e shtypit të PD-ja dhe e di që Blinkeni bëri urim, Yuri Kim dhe 3 ditë mbas, ndërsa tani mbas 16 ditësh. Ajo fjali dëftore me 17 fjalë, ku nuk përmendet fare kryeministri, nuk përmendet fare qeveria, po përmendet populli shqiptar dhe partneritet pra populli. Analiza jote edhe ajo që ti kuptove, tani si politikan, tani si deputet. Mu është një mesazh, veçanërisht për ata që janë në krye, për të thënë që ne kemi një aleancë tjetër, që është populli shqiptar. Jo të tjerë janë gjithë të zëvendësueshëm. Populli ka përfaqësuar Erald në parlament. Po, ata janë gjithë të zëvendësueshëm. Sepse kjo është dëshira jote. Mandati 4 nën kupton. Kjo nuk është ajo që thot Amerika. Nën kupton edhe një, po, unë kështu e interpretoj tani. Po, unë po pyes deputetin tani, ti kështu e interpreton, ti si je gazetari Panoramës që mbulon PD. Po tani si ç'a themi ndryshe? Në kuptimin që kjo është deklarata, një fjali, edhe po themi e the edhe vet, nuk uron askënd, nuk përmend emrin e askujt. Atëherë po bëj një pyetje. Pse se bëri atë? Jo, po bëj një pyetje të tillë. Është një teori, edhe unë mund ta them këtë, po s'jam shumë i bindur, po gjithsesi të shkon mendja që nëse do përmendte Edi Ramën, detyrimisht do të përmendte Sali Berisha. Sepse në 2021, besoj ti e marr mend shumë mirë, që ka përmendur Lulzim Basha dhe ka përshëndetur për garën e bla bla bla. Nuk e di, nuk. Dhe duke qenë ai non grata, nuk e kanë përmendur. A mund të jetë kjo një mundësi që nuk di ta them. Më duket goxha bukur. Kjo përgjigje tregon që tani e fut në politik. Kjo tregon që e fut në politik. Dakor. Dakor, e pranon. Tani do fshesh shumë gjëra. Ore, ne presim atje në parlament që ju t'jeni njësoj, ore. Qa do fsheh unë landi? Më thua, qa po më jo, të fsheh? kjo teori mund të ekzistojë. Po s'mund të spekulojmë tani, kuptimin... Po unë e shikoj mjaft domethënës atë reagim. Dhe duke parë edhe backgroundin tim, historik. E shikoj që në fundit është një mesazh i amerikanëve që për gjithë shqiptarët për të thënë që gjë ndodh ç'a ndodh. Mos harroni që s'tush kontratën marrëdhënien e kemi bashk. Dhe kjo u thuhet dhe fituesve dhe humbësve në një farë mënyre. E kuptoni?
Pra duhet të parë çik më përtej. Dhe unë uroj që kjo pastaj të ketë implikim politik në të ardhmen. Po si ka mundësi real që u bë 2 vjet që ambasada nuk ka ambasador? S'ka ndodhur. Në 103 vjet marrëdhënie nuk ka ndodhur. Çfarë do bëjmë tani? S'është dorën tonë. Shpresojmë të vijë nga vjeshta. Me sa duket të vijë nga vjeshta. Se David Koselançik ai që kaloi në Kongres nuk do vi. Nuk e dim akoma, prandaj po them. Ajo është bërë pothuajse zyrtare që ai nuk u kthye, u anullua. Patjetër. Por ka edhe çka tjetër, domethënë që do të shkëputëm edhe në këtë varësinë nga faktori ndërkombëtar. Dhe nga Amerika? Nga Amerika jo. Jo, varësinë në kuptimin e ligjërimit tonë publik. Marrëdhënia me Amerikën është e shenjtë, me thënë drejtën. Po se kur gjejt sa teori aty të sovranitetit, aty e ju të djathët, ma heqin trurin fare ti, ne s'pyesim voton populli shqiptar etj dhe kanë bërë replik dje te Eurojunzi me një ke një përfaqësues të djathës ndryshe, këtu që sta thotë. Jo, kanë bërë një replik dje me një ish ministër, do të thënë që thash, na duhet ne tha, po i thashun, ne ekzistojmë se desh në ta, i thashun. Unë s'di tha ç'është bërë 1919 tha, po në 2008 tha, për Monika Lewinsky tha ja dhan pavarësinë Kosovës. A e kupton? Po mirë më thashun, kur Berisha ishe në 91-shin në zyrën e George Bush, plakut, dhe i tregoi hartën. 92-shin. I tregoi hartën. Si ka mundësi, i thashun? Sa ishe bërë president Berisha? Si? Ti nuk e qojnë që filloi këtu dhe ka filluar aty, në atë moment, kur i tregoi hartën Berisha. Berisha ka plot kështu më po meritën për Kosovën e ka të jashtëzakonshme, nuk hidhet poshtë asnjëra. Erald, tani kjo pjesa politikës ti do jesh një politikan i mirë, po pak i urtë aty në parlament do të dukesh kështu e parashikojmë, po i mirë. Varet çfarë kupton të urtin. Po ti më je mes ushqeve atje ti do të thosh varet çfarë kupton. Ti kujton se në zyrën e shtypit PD-s atje? Ka ikur koha. Atje të hano Erald. Ka ikur koha e të bërtiturave Lanti. Po mi kur ndezin zjarr aty në sallën para çfarë do bësh ti? Ka nevojë edhe të arsyetosh. Ore çfarë do bësh ti kur nokat nxezin zjarrin atje? Çfarë do bësh? Nuk do hidhem në zjarr, ti je i sigurt. Kape këtë, mbaj këtë. Nuk do hidhem në zjarr. Erald, falenderoj shumë për bisedën dhe je përsëri i ftuar se ti ke dy planësh, atë të politikës ditës, po edhe sidomos të historisë. Aty do të ngasmoj. Do dua të nxjerrë shumë gjëra pa të ngasmuar, nuk është ngasmimi është pozitiv, nuk është negativ. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ndoqet një intervistë me Erald Kaprin, tashmë deputeti i zgjedhur i Partisë Mundësia nga Ura Lënçefoku. Mirupafshim.